nuk mundeshin të gjenden në listë për më shumë detaje. Kam ofër këtu zonjën e cila do të mund të na tregoj në detaje se çka ka ndodhur brenda. Faleminderit e nderuar shumë për kohën, a mundesh më na tregu krejt procesin brenda çka ndodhi, si nuk mujtë me gjetë vetën në emrin e listave për të votuar. Unë quhem Lumturia Morina Kusari, kom votu në shkurt këtu, tash numri personali imi është, emri mbi emri nuk është. Unë i kam 2 mbi emrat, çak edhe më thyn pse i mban ti 2 mbi emrat. Ajo është drejta jemja, është ligji që ta lejon. Kështu që një orë sa unë jo marrë, unë kom punu edhe vetë si komisionere para 12-15 vite, pa laptopa, pa këto sene, edhe e kemi quma me rregëll se tash nuk më figuron emri. E më thotë shko me votu herë një në klasë, sa që u bona tepër. Kështu që më thotë me shku me votu me kusht. Unë nuk jo me interesu në me kusht, se me kusht mas një jave ato flet votimet shpalohen, i di rregullat, se kom punu, po tham, e në këtë proces. Kështu që shka me bo, këta s'janë të interesun me ma gjetë emnin, çak edhe më fynë disa herë, këta punëtorët e këtuj që janë prezent. Nuk për di shka qëtër. Kina i pytje. A donë me shfrytëzu të drejtën tonë me votim me kusht, pasi që emri këtu në listë, cila ka arsyeja që nuk kenë listë, ja të thane arsyeja? Nuk kanë përgjigje as njeni, as e kyqëzës e thira profesorin që e njefsha, që në ka majtë ligjërata, edhe këta këtu, edhe krejt, s'kan as një spjegim, veç shëna rrugën me zbot kolona. Unë nuk e di qysh, drejtën teme me macenu, nuk pishat arsyshme. Kjo është drejtë e jemja, vota është të shejt, pavarësisht për kënd unë votoj. Faleminderit shumë e nderuar për kohën. Edhe qofshi të rënofshi televizori ma i besueshmi në publikini. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe. Sa po e ndëgjuan prononcimin e qytetarës, e cila pati probleme në këtë shkollë, kaq nga kjo lidhje direkte, e kaloj linjen tek ju në studio. Faleminderit shumë Djellza për këtë lidhje. Shpresojmë që rastet të këtilla të mos përsëriten më, nga që pak më herët sa ishim në pauzë, kolegët thanë që nuk ka lajme sot, s'po ndodh kur gjë e jashtëzakonshme, gjithçka është në rregull. Po ja që me kohë pastaj fillon edhe vështirësohet pak kjo stazë. Tani kemi kënaqësinë që ta përshëndesim dhe t'i urojmë mirëseardhje zotit Sazan Ibrahimi, kryetari Asociacionit të Komunave të Kosovës. Faleminderit Zia, përshëndetje për juve, kënaqësi jam në studiot e juaja. Mirëseardhje. Faleminderit. Keni ushtruar të drejtën e votës apo ende? Jo ende, se që nga mëngjesi kam qenë pak i ngarkuar në për studio televiziv. Që për atë arsye, po do ta ushtroj sot kem pak kohë. Nuk do t'ju marrim shumë kohë, 3-4 orë këto dhe pastaj. Mirë, atëherë, po flasim pakës për rolin e Asociacionit të Komunave, duke pasur në fokus transparencën, mirëqenjen dhe mbarvajtjen e kuvendeve komunale, të komunave në përgjithësi. Cili është roli i asociacionit në procesin zgjedhor, në veçanti në këto zgjedhjet lokale? Në procesin zgjedhor asociacioni nuk involvohet fare, po pas certifikimit të rezultateve, neve involvohemi në mënyrë të drejt për drejt përmes ngritjes kapaciteteve të anëtarëve të ri të kuvendeve komunale, ku me njëherë do të fillojmë programin së bashku me OSB-n, për ngritjen e kapaciteteve, për njoftimin e anëtarëve të ri të kuvendeve komunale, sa i përket legislacionit në fuqi, që i prek ata, rolin e anëtarit kuvendit, rolin e kuvendeve komunale, do ketë njoftime në mënyrë të detajuar sa i përket legislacionit që ka të bëjë me pushtetin lokal, roli kuvendeve komunale në zhvillimin ekonomik lokal, bashkëpunimi me organizata jo qeveritare, me mediume, të drejtat e njeriut, roli i Asociacionit Komunave të Kosovës si përfaqësues legjitim i autoriteteve lokale. Pastaj do i kemi rifunksionalizimin e asociacioneve tona sektoriale, që kemi 23 asociacione brenda Asociacionit Komunave. Pastaj e kemi kuvendin zgjedhor, ku do kemi bordin e ri, cili bazohet në bazë të formulës që e kemi, dhe e cila formulë bazohet në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të fundit lokale, ku bordi jonë përbëhet nga 7 antar, 3 antar i takojnë partisë e cila fiton në shumicën e komunave, për kryetarët komunave, ku njëri nga ta do t'jetë kryetari i asociacionit,
Pastaj janë 2 vende për kryetarë cilët dalin të dytë në atë kuptimin si parti politike, ku një vend i takon si nën kryetar, një përfaqësues është nga partia e tretë dhe një përfaqësues gjithmonë në bordin tonë vjen nga radhët e komunitetit serb që jetojnë në Republikën e Kosovës. Po, çish munden qytetarët me kontribu ose me u angazhu më shumë në jetën e komunës së tyre përveç votimit? Përveç votimit ekzistojnë në bazë të ligjit, mirë po kryetarët aktual dhe kryetarët cilat kanë dalë edhe pas zgjedhjeve të 2007-s janë të involvuar drejt për drejt në proceset vendimarrëse së bashku me qytetarët e komunave përkatëse, në hartimin e buxheteve komunale, në hartimin e rregulloreve komunale që prekin një grup caktuar përfitues, për shembull nëse ka të bëjë një rregullore komunale që ka të bëjë me biznese, ata gjithmonë involvojnë në bizneset në hartimin e atyre rregulloreve. Nëse ka të bëjë me çështjen e grave, gjithmonë grupet e caktuara involvohen në hartimin e atyre rregulloreve dhe po besoj që gjatë këtyre viteve transparenca, llogaridhënia ndaj qytetarëve është